Çfarë këto? Më thuaj. Jam kurioz. Të jesh. Si ka nis rrugtimi jot, domethënë me pjesën e të shikuarit anime. E kam nisë me Attack on Titan. Ka qenë histori e lezetshme, domethënë okay, është më serioze nga ç'duhej, vija e logjikës që është shumë interesante. Ama në momentin që e kam mbaruar përpara se të niste sezoni tjetër, me thënë përfundimtari Attack on Titan, kam nisur drejt të shikoja Seven Deadly Sins, që më doli thjesht në një banner atje dhe thash okay, hajt se po e shoh. Me thënë thjesht këtu ka nisur tek Attack on Titan që u bë shumë viral aso kohë. E thash hajt se po e shoh dhe unë se ndoshta kur thotë ndryshonte çka të këndvështrimin brit se dhe unë kukulla e quaja. Po, si të gjithë. Por tani jo, në 2 sekonda me Attack on Titan e kam nisur me thënë të shikoj animet seriozisht, se për atë punë kam nisë që e vogël me Dragon Ball, më kupton? Me One Piece, piratët e vegjël që jepte te çufuar, ose dhe Oli dhe Benjin edhe këto. Për sa i përket këndvështrimit për jetën, mendoj se nuk e di ma ka ndryshuar apo jo, sepse un kam qenë e pjekur që 10 vjeç, më kupton, edhe thjesht më ka zgjeruar pak më shumë horizontin dhe vërtet ja vlen ti shoh sepse vërtet kanë mesazhe për të dhënë. Nuk është domethënë ai shablosa që marrin këta që janë thjesht kukulla për fëmijë, nuk janë kukulla për fëmijë. Jo, nuk janë kukulla për fëmijë. Edhe nga Tomi dhe Jerry, më fal, edhe nga Tomi dhe Jerry ti e merr një mesazh. Ata zihen por duhen në fund. Ti merr një mesazh dashurie, pra. Do thënë mos ta marrim kaq tabu sa çepin këta që jeni burra na 30 vjeç dhe shikoni anime akoma, po janë për tu parë, pra janë kukulla për të rritur, pra.